a do ketë mundësi që LDK-ja ta humbë Fushë Kosovën? Sepse nuk mundemi me mendu për Fushë Kosovën duke pas parasysh që ka qenë bastioni përhershëm. Pra, është asociacion mes LDK-s dhe Fushë Kosovës normalisht në vazhdimsi. Por a ka gjasë që të thejet ky bastion? Ajo që kam pa gjatë kësaj fushatës, sepse tashmë po thuaj si jemi në fund, nuk ka asnjë gjasë. Nuk ka asnjë gjasë. Ku mendoni dhe ku e bazoni këtë? Faktikisht e bazoj në disponimin e përditshme të qytetarëve, ajo që po takojmë e po shohim. Unë kam taku gjatë kësaj kohe bizneset të cilat bojnë eksportet më të mëdha në Kosovë, që janë në Fushë Kosovë, që janë falënderues për politikat liberale dhe mundësi që ju kanë dhënë të punojnë në komunën e Fushë Kosovës pa asnjë pengesë e barrierë administrative, pa asnjë kurrëzim. Kam pa edhe njerëz se cilët kanë hallet e tyre të përditshme deri te prindrit me nevoja të veçanta dhe kujdesin që komuna ka treguar në mënyrë të vazhdueshme. Prandaj thotë ky disponim i përgjithshëm nuk ka arsye që të mos përkthehet në votë ditën e diel. Ka gjasa me pas balotazh, siç kishte herën e kaluar? Mund të ketë balotazh apo mund të mos ketë fare balotazh, sigurisht që do të varet shumë nga disponimi dhe nga vullneti i qytetarëve, por qytetarët me shumicë të rëndësishme garantojnë fiturin e Lidhjes Demokratike të ekipit të LDK-s dhe timit si kandidat. Mes kujt është duke u zhvilluar gara realisht në Fushë Kosovë? Realisht, unë besoj që ka një garë që po bëhet mes dy partive tjera se kush do t'jetë në balotazh, po nuk ka garë se kush do t'jetë fitues. Nuk ka garë kush do t'jetë fitues, duke qenë i bindur që ju do delni subjekti parë fitues. Unë besoj që po. E diela nuk është larg, thotë qytetarët. Jemi 2 ditë larg. Po thonë e diela nuk është larg, qytetarët do të vendosin dhe do të presim ditën e diel dhe do të presim rezultatet. Fushë Kosova kritikohet për kaos urbanistik. Si rregullohet kjo gjendje? Si është plani për me rregullu këtë gjendje? Në fund drejt në shoh dhe qytetet e tjera dhe nuk është një qytet i cili do të merrte vendin e parë më shumë se disa qytete tjera për ka densiteti nuk është që përbën përjashtim. Kemi pas për shembull dje në një strukturë gjatë emisionit në kuadër të diskutimit për Prishtinën, një pjesë të gjatë na mori pikërisht komunikacioni, sepse ka çasti të ndryshme dhe problemi mbetet sidomos në kryeqendrën e Kosovës. Por nuk mundemi në asnjë formë me e menjanu Fushë Kosovën duke pas parasysh që duke qenë si një lloj parahyrje e Prishtinës, andej bëhet komunikacioni dhe një parahyrje në atë pjesë kaluar. Pikërisht kjo dua ta them. Thotë nuk jemi pjesë e pandashme e tërësisë territoriale të kësaj zone së zhvillimit. Ne jemi komuna të ndryshme administrative, por jemi pjesë e një zone ekonomike, jemi me densitetin më të madh, jemi me 2/3 të ekonomisë të popullsisë në këtë region anë kënd Kosovës. Prandaj mobiliteti edhe në qytetin e Fushë Kosovës është shumë i rëndum dhe kjo është arsyeja pse unë në programin tim qeverisës kam para pa zgjidhjet konkrete që do të bëhen. Janë 2 rrugët anësore, njëra që do të lidh përvrihje Kurullës me zonën industriale dhe me rrethin e Ismetit dhe është tjetra që do të lidh zonën e Bresjes,